Java që kaloi me këtë qeverisje ishte një javë përsëri ndëshkimi për shqiptarët. Qeveria e Edi Rams, në dallim nga çdo qeveri tjetër në Europë dhe në botë, mbajti qëndrim dhe mban qëndrim cinik ndaj rritjes së çmimit më të lartë në botë për naftën. Nafta 224 lek për litër shënoi çmimin rekord botëror. Dhe kjo jo se nafta u rrit kaq shumë për shkak të luftës në linjet mesme, por për shkak të ngarkesës më të lartë fiskale që Edi Rama ka vendosur për çdo litër naftë, për shkak të takses më të lartë që u merr qytetarëve shqiptar në çdo litër naftë prej 1.1 euro. Jo vetëm që refuzon të përgjysmoj barrën fiskale apo ta sjell në nivelin e ngarkesës fiskale që ka Kosova dhe Maqedonia, në mënyrë që çmimi i naftës të arrijë në këto nivele, por ai njoftoi këto ditë se do heq edhe subvencionet për naftën e fermerëve. Do me thanë, miliardierët që vinë dhe marrin nga 1 milion litra naftë në portin e Durrësit me jahtet e tyre super luksoze, e marrin naftën me 60 lek litrën, kurse fermeri detyrohet ta paguajë naftën me 220 lek litrën, çka do të thotë se sipërfaqe qindra dhe mira hektar do mbeten të djera dhe qindra e mira fermerë do të falimentojnë për shkak të pamundësisë së punimit tokave të tyre. Ky është një qëndrim cinik, një qëndrim i pa shpirt,